Kjo është bërë e ditur edhe në akt akuze edhe në mediat në Kosovë? Pra, tradhtia që Naim Usheli ka bërë ndaj ish bashkëshortës së tij? Krisjet në qeft dhe mosmarrëveshjet i kanë ditur të dy familjet që i kanë pasur. Që i bie me kushërirën, me djalën, me vajzën e Edajës. Po, jo, për këtë familja e kanë ditë mirë, po, jo prokuroria nuk e ka cekur saktësisht. E qartë. Prokuroria nuk e cek, thotë se janë çështje shumë private këto. Prokuroria vetëm thotë se kanë pas krisje në qeft dhe mosmarrëveshje për cilat kanë qenë të njoftuar të dy familjet. Por familjarët e din. Po familjar, po, patjetër që e kanë ditur, mirë, po prokuroria nuk ose e ka cekur në detaj. Ajo vetëm mënyrë pra në terme juridike ka thënë që ka pas krisje, po për derisa Lirdona nuk ose ka bërë denoncim zyrtar, prokuroria nuk mund ta merr si thuash të mirëqenie gjë të tillë, pavarësisht se dihet kjo mirë, po jo zyrtarisht. Po pikërisht këtu ka filluar si thuash plasaritja e raporteve mes çiftit.